Kryetaria e Këshillit Nacional Kombëtar për Sanxhakun, Amina Nuraj, ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së deputetes Duda Balje, e cila kishte shprehur gatishmërinë për të dhënë votën për krijimin e një komune për bosnjakët në Kosovë. Në një intervistë, Nuraj e shprehur se duhet të harrojë këtë ide për të marrë pjesë nga toka e Kosovës. Duda Balje: "Nuk ka komuna serbe në Kosovë, nuk ka komuna bosnjake në Kosovë. Harroje idenë tënde për të marrë për vete pjesët nga tokat e Kosovës, dhe nëse nuk ju pëlqen, shkoni diku ku ka më mirë. Republika e Kosovës nuk është një tort, kështu që ju mund të merrni pjesë nga ajo si të doni ju. Kosova është tokë shqiptare. Luftoni për të drejtat e kombit tuaj ashtu siç duhet në territorin e Republikës së Kosovës, por jo sipas ide serbe", ka thënë Nuraj. Kryetaria e Unionit Social-Demokrat dhe deputetja e zgjedhur nga komuniteti bosnjak Duda Balje ka bërë të ditur se deri më tani nuk është takuar me asnjë parti politike lidhur me formimin e qeverisë, as edhe me lëvizjen vetëvendosje. Por Balje shprehur se kushti i saj për të qenë pjesë e një qeverie me cilin do kryeministër është formimi i një komune bosnjake. Po presin certifikimin e rezultatit, do ta votojë atë kryeministër që plotson kushtet tona. Këto kushte lidhen me nevojat për komunitetin bosnjak, jo vetëm për kryeministrin aktual, por edhe për çdo tjetër. Ne kemi kushte që janë shumë të rëndësishme për ne. Për 20 vite asnjë kryeministër nuk i ka marrë seriozisht këtë çështje, por për neve ato janë shumë të rëndësishme dhe me prioritet. Ndërmjet kryesore është formimi i komunës së bosnjakëve, komuna e Zhupës e disa reforma në arsim, ka deklaruar Duda Balje. Por kjo kërkesë e Duda Baljes po shihet e çuditshme nga analistët politik, së paku kështu thot Berin Burjani, analist dhe njohës i proceseve zgjedhore. Vendosja e kushtet nga Duda Balje është e çuditshme, por kur të merret parasysh se në Kosovë ka komuna serbe dhe turke, tash edhe ky komunitet e ka një kërkesë të tillë. Themelimi i komunave etnike nuk ka pas nevojë të ketë në vend, por tash është e një kohë. Është realitet se ka komunë të themeluara në baza etnike, andaj mund të ketë në të ardhmen edhe kërkesa të tjera të ngjashme. Pra mendoni të themelohet asociacioni i komunave serbe, ku e çon shtetin e Kosovës. Pra nëse ndodh asociacioni i komunave serbe, nuk përjashtohet që edhe komunat të tjera etnike të kërkojnë riorganizim të themelimit të asociacioneve të tjera, thekson Burjani. Ai po ashtu thot se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, Kurti nuk duhet të humbë kohë shumë dhe duhet të jetë më aktiv për formimin e qeverisë së re. Pa certifikim të rezultateve zgjedhore s'ka edhe për çka. Pas certifikimit të tyre, edhe kur presidenti ja taftoi partinë fituese për të dhënë kandidatin për kryeministër, fillon afati kushtetues, 15 ditë. Vetëvendosja mund të jetë komode vetëm derisa presidentja mos taftoi partinë fituese për të dhënë një mandatar, shpreh Berin Burjani. Kurse analisti Nexhat Aziri nënvizon se polarizimi i skenës politike në Kosovë ka bërë që minoritetet të rrisin oreksin e tyre. Polarizimi i skajshëm ndërmjet subjekteve politike shqiptare, polarizim për të cilin ka kontribuar kryeministri në detyrë, por edhe rezultati i zgjedhjeve dhe betonimi i partive si PDK, LDK dhe AAK, se nuk bën koalicion me vetëvendosjen si parti e parë, ka ngritur orekset e partitë e minoriteteve për të ngritur pazarin e tyre me kërkesa nga më të çuditshmet dhe më jo normale, gjoja në emër të dritave të tyre, deklaron Aziri. Aziri më tej e quan të panevojshme kërkesën e Duda Baljes. E tillë është edhe kërkesa e Duda Balje për formimin e një komune bosnjake, e cila është kërkesë e panevojshme, dhe do të ishte një komunë politike që nuk përkon me asnjë kriter, qoftë nëse kjo komunë do të mund ta mbajë veten në çështje administrative dhe financiare, pasi edhe për pagesë të shërbimeve komunale dhe të tjera, duhet të intervenojë nga buxheti i shtetit, shton më tej Aziri. Në fond unë nuk do të duaj që këtë kërkesë ta lidh me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por mbetem në atë që është një kërkesë e panevojshme, dhe që Kosova nuk ka pse të formojë komuna të reja politike me bazë etnike. Përfundon analisti Nexhat Aziri.